Atë ligj votoi parlamenti. Atë ligj shqiptarët s'do ta pranojnë kurrë, sepse ai ligj është përbërja familjes. Po u shpërbë familja, Shqipëria shpërbëhet, kombi shpërbëhet, zhduket, siç janë zhdukur kombet histori. Ndaj edhe ne sot këtu jemi, të betur, se atë ligj s'do e pranojmë kurrë, se familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i çdo shqiptari. Familja shqiptare do mbetet institucioni më i shenjtë i kombit shqiptar dhe i Shqipërisë. Kjo familje, këtë komb e ka sjellë gjenditën e sotme nga lashësia. Kjo familje, këtë familje, Edi Rama dhe Lubia kërkojnë ta shkatrojnë. Kjo familje do mbrohet me çdo çmim, do mbrohet me çdo çmim, do mbrohet me